Një grua 49 vjeçare me origjinë nga Maqedonia është gjetur e vdekur në banesën e saj në provincën italiane të Anconës. Sipas mediave italiane, Sajide Muslia ka vuajtur gjatë kohë nga dhuna në familje nga bashkëshorti i saj 50 vjeçari Nazif Muslia, i cili është i dyshuar dhe po kërkohet nga autoritetet italiane. Policia ka nisur hetimet pasi punëdhënësi i saj ka alarmuar se gruaja nuk është paraqitur në punë, edhe pse çifti ishte në proces divorci. Mediat raportojnë se burri ishte kthyer sërish në shtëpi tek ajo. Ai kishte precedent për dhunë në familje, ndërsa gruaja kishte bërë disa kallëzime kundër tij. Në prill të këtij viti, ai ishte arrestuar për sulm fizik ndaj bashkëshortes. Një nga dokumentet për dhunë lidhej me një incident kur sulmuesi kishte thyer me forcë derën e dhomës së gjumit, pasi gruaja ishte strehuar te një fëmijë për shkak të dyshimeve se ai e ndiqte dhe akuzonte për tradhti. Ajo ka deklaruar se gjatë 2 viteve të fundit ka qenë vazhdimisht viktimë e maltretimit psikologjik dhe fizik. Ata kanë një djalë, 30 vjeçar, i cili jeton në Zvicër. Edhe pse ndaj të dyshuarit kishte nisur një procedurë ligjore, në korrik të vitit të kaluar, ai kishte arritur një marrëveshje me pranimin e fajit, pas së cilës çifti përkohësisht kishte tentuar të pajtohej, shkruajnë mediat në Itali. Tragjedia që po hetohet tani ngre pyetje për mangësitë në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, ndërsa policia italiane po kërkon intensivisht bashkëshortin e dyshuar.